Sot do të përgatis majonezën me dëshirën e disa miqve të mi të faqes time të Facebookut që më kanë kërkuar këtë recetë. Sot do ta përgatis për të gjithë ju. Do të përdorim një kokër të plot veze dhe një të verdh veze, një gjysmë limoni, 250 ml vaj, një lugë të tillë me sheqer, një lugë të tillë me krip dhe pak piper të zi sipas dëshirës. Kjo lugë është gati, masa e sheqerit dhe e kripës është gati një lugë çaj. Fillimisht do të marrim një enë të tillë, do të shtrydhim limonin, gjysmën e limonit, një kokër mesatare. Kemi marrë vetëm gjysmën. Këtu do të shtojmë sheqerin, kripën, piperin e zi, do të shtojmë vajin dhe më pas vezët. Një vezë të plotë dhe një të verdhë. Me blenderin e dorës, gati për 1 minutë, do të rajmë vazhdimisht. E ngrem pak përsipër që të përzihet e gjithë masa dhe më pas vazhdojmë gati për 1 minutë të rajmë. Tani e kemi gati majonezën. Kjo ishte pra receta për ditën e sotme, receta për majonezën. Kjo është një masë solide e plot. Po ta shohim, është solide.